Përgjigjuni kësaj pyetje nga një teleshikues nga Greqia. Në mos gabohem, para 2 vitesh zoti Koçi ishit kundër Ramës, pse tani e pro apo u bë papritur i mirë? Pse PS nuk kërkon votim elektronik, meqense pretendon se i vidhen votat, me sa di unë, PS asnjë përmend lëre pasaj ta fus në program. Janë 2 pyetje domethënë. E qartë. Nga një teleshikues nga Greqia. Tani problemi, ky është një problem i kulturës politike të njerëzve. Në përgjithësi njerëzit thonë me kë je dhe jo për çfarë je. Për mua është e rëndësishme se për çfarë jam. Tani kjo pirueta jote Petro, Jo, cila piruet? Tani ju ishit kundërshtar numër 1 i Ramës. Në koalicion me Metën, bët grevurie. U kthyet papritur me Ramën. Unë nuk është se kisha ndonjë problem personal me Ramën dhe kam pas problemin me Ramën. Po personale ke pasur Problemi im ka Petro qenë Partia Socialiste. Zoti Koçi, personal që ç'ke me të me Ramën e ke pasur se emrin atij Vetëm zgjendoi. këtu një gjë gabon, dhe unë e kam shprehur edhe përpara, po nganjëherë gjërat si thua fiksohen jo në thelbin, po nganjëherë në Se më bën detajet e veta. Përgjegjësia që bie fjala u ndryshua statuti i partisë. Përgjegjësia që u miratua ajo kushtetut nuk është thjesht e zotit Rama. Ai ka përgjegjësi kryesore, sepse përgjegjësitë në një parti politike janë hierarkike. Po është të gjithë atyre deputetëve që ulën kokën edhe Po na thoni një emër të atyre deputetëve. Si të gjithë kam disa fjalime të kujt, një. Kush është i dyti? I dyti për nga rëndësia. Ju e dini që Jo, zoti Koçi. Ju e dini, Zoti Koçi, të lutem ju e dini, cili është numri 2 që ka përgjegjësi? Se mirë zoti Rama e ka përmendur. Kush është numri 2 që ka përgjegjësi? numri 2 sipas hierarkisë së partisë. Po mirë, ju e dini që keni frikë ta thoni ka qenë Gramostruçi. Jo, unë Po thuaj unë atë do ta thosha, po ti e thash unë. Po ky është si thua, Jo, mos a bëj si të portokallia, se interesi mediatik ndryshon nga interesi im thelbësor. Pra, përgjegjësitë kanë hierarki dhe përderisa kongreset e partisë vendosen ashtu siç vendosen, për mua në mënyrë të gabuar, përderisa grupi parlamentar e votoi atë lloj kushtetutë, është përgjegjësia e tyre. Ju e mbani mend që un kam thënë atë ditë që duke u drejtuar deputetëve, duke ju përmendur detajin e filmit Operacioni Zjarri, që për një vit më zun ata jashtë. Dhe ata për një vend në listë i zu ai votim kushtetutë. Petro je në koalicion. Kështu që je në koalicion sot Petro. Po natyrisht që jam në koalicion, sepse un nuk mund të luftoj vetëm. Në fundit unë dalloj qartë sot një ndryshim mes programit të PD-s, qëndrimeve të PD-s dhe Partisë Socialiste. Për vetë kushtetutën radhë parë, se ju e dini që nëse Partia Socialiste propozoi, sepse nuk është vetëm deklarata e Ramës. Ju e dini që zoti Rama propozoi një pakt kombëtar me 10 pika, ku një nga ajo që mua më ngroh më shumë ishte çështja e kushtetutës. Ngritja e një grupi ekspertësh nga 2 palët për të bërë ndryshime kushtetuese.